Në emisionin Çfarë duhet të dini të kësaj të marte në ekranin e RTSH Korça është folur për domosdoshmërinë e deklarimit të pagave reale nga punëdhënësit për punëmarrësit, gjë që do të ndikojë në rritjen e kontributeve për sigurimet shoqërore dhe masën e përfitimeve për pensionistët që vazhdojnë të përfitojnë një pension, por edhe për punëmarrësit, të cilët në kohën kur do të jenë në kushtet e përfitimit, do të kenë një mas pensioni më dinjitoz. I ftuar ka qenë Bardhi Sejdara si ekspert ekonomie dhe njëherësh antar i Këshillit Mbikëqyrës të Institutit të Statistikave. Është elementi bazë kryesor mbi bazën e cilit çdo kush nga ne, përfshirë dhe mua që po flas tani, të kemi mundësi që ta shmangim, sepse është një taksim tmerrsisht i lartë, është më i lartë në tërë Ballkanin Perëndimor, 23% është shumë për të marrë nga rroga, në çdo 100 euro rrogë të marrë qeveria 23. Elementi i dytë është që ne kemi nën deklarim të dukshëm të pagave. Po t'ju them se sa shifra atyre që paguhen me pagë minimale do befasoni. Po t'ju them dhe këta që janë me pagë maksimale, se sa deklarojnë në tatime, edhe kjo është një gjë që është e tmerrshme, sepse mund të marrësh 20.000 euro rrogë në muaj dhe deklaron te tatimet 840.000 lekë të vjetra. Në sistemin tatimor të Shqipërisë kanë dalë 18.600 persona, të cilët janë faza e parë e hetimit të plot administrativ, tatimor dhe fiskal, që do t'i kryqëzohen të dhënat. Dhe nëse autoriteti tatimor vërteton që të ardhurat e juaja nuk konvenojnë me shpenzimet që keni bërë në këtë total, këta 18.000 të parët, se më pas do të vazhdoj skema dhe me shumë të tjerë, janë ata që do të penalizohen. I ftuar në këtë emision ishte edhe Fatmir Ceci, kryetari i shoqatës së ekspertëve kontabël Dega Korç. Gjatë këtij emisioni u trajtua gjithashtu edhe sistemi tatimor në Shqipëri, si dhe vendimi i gjykatës kushtetuese për tatimin mbi të ardhurat për individët, të cilët ushtrojnë një aktivitet që ka të bëjë me profesionet e lira. Emisionin e plot e gjeni edhe në kanalin e RTSH Korça në YouTube.